Shumë funny, ja. Pse? Shumë prezentimin shumë të mirë ta ka bu shoku. Po, niva, se isha mbrapa. Veç është. Shumë Mirë se erdhe, Blero, faleminderit që je ardhur sot në emisionin Malandet. Shumë Merci, kënaqësi pas të ftuar. Po dukeni shumë bukur. Faleminderit. Unë kam shpresu që tash këtë më përdim, Blero është bab, një princi, edhe kom prit me pas edhe Ronitën, po edhe ma mirë që nuk është, si kom përgadit do pyetje shumë në spec. Gjithsesi, Blero, qysh je? Vesh të jemi të kjartë, unë ide s'kom pas që është ftu edhe gruaja jam këtu. Përbisfu. Me mu s'ki fol. Seriozisht e kam. A jeti i pensi vlezërve mziu? Që të muhabet e patën edhe jashtë kamerave. Robi dhe Blero e patën që të muhabet jashtë kamerave, jo se kom ditë që e kom ditë cili. A plazëgoni ta është kush? A Robi s'ka thonë? Seriozisht s'ma ka përmanë. Robi t'i ki fajt, Nashta e ka pas në mendje. Kjo Blero mërë, kjo ta këthën Që nëjna meq të edhin, ama seriozisht se ka përmanë. Garanti ke pas në mendje, Robi. Së kësha thonë, mësë shkonë që ashtu, Robi, se s'kom nevoj me thonë në diçka. Nuk ka lidhje. Ronita fizikisht nuk është këto, po me zemër është me ne. Ky ndodh me të pa me fëmijë, me thonë urime që e bon prind. A jena po një 200.000 herë dhe Blero ta nërën, i teket, s'ka atmosferë, veç e ka... Shok e një tjetër ma mirë, po... Jeta, unë ja bëjsh Blerës, kur del kërri, si e në disponim, ose i e shumë disponim, është mirë telefonin me ta marë krejt, se veç i teket, hene e bon një status, dishka, masa ne veç kërën, që pas ka në shru për mua, harrën krejt që ky vetë ka bë. Blero, qysh ka kalu kjo verë? Mirë, faleminderit. Mirë, shumë mirë jam super i lumëtër edhe i bekum që në ka orë njëtë arej, shno shumë mirë edhe po rritët. Kështu që shkjo është tani ma së mirënësi për mua. Se e tjera puna po shkon që zakonisht... Apo ngirë zhëmë? A jurt? Apo ngirë zhëmë, po dhe trobi? Jo, unë gjina gjumë gjithë, sepse si dëroj do të zhurë më të natën edhe më atë më meret dhe gruja, kështu që... Va, oke, e trejta vërteta. Blero për veti po flen, a Ronita du të më marë të natën me bebën, a? Njeri ka pun, ka obligim. Shumëtaj të natën edhe a i flen, po. Okej, Blero, a ke mujtë këtë verë me pushu, apo ke qenë ma shumë i angazhu me punë, me neja, me koncerte? Me pushu s'kom pushu, normal, halo. Kom qenë i angazhu sigurisht me neja dhe me dasma, po më shumë tjetën pjesë të punës, biznesëve sana, kështu që u kom pak ma e angazhume, po se me thonë, ditën punë me jashtë muzikës, natën muzikë, që sa me thonë, qështu. A beson që hala nuk e kom pyta asë njerë dhe pse jemi super mesh, qysh u njoftu me Ronitën? Nuk e ti. Qysh? Qysh je njoftu me Ronitën? Me nitin e njoftu për mes mishët përbashkët në Prishtinë. Okej. Edhe? Unë takim për rasti. Rasti. Qëka të ka bo për shtypi? Muabeti, një farë qiltërsi, se shumë për toke, shumë friendly. Mas pare sigurisht është ajo ona e pamjes bukuria. Ma ndej që e bënd bukur edhe karakteri saj, ose personaliteti që ka ajo, menqëria saj. Thjesht muhabetet mes meje dhe nitës janë, që shënë kompetitës parë, hala janë, vazhdojnë, sepse ne kemi shumë, se me thonë muhabetet me zveti. Cili është po, ti tha bukuria, okej, po qka, kur e ke diti që Ronita është për ty edhe është the one, kështu është, ajo e duhura për ty? Me të kalëzu drejt, nuk ka zgatë shumë, ndashta notimin tonë dytë, e kom ditë që Nita është ajo e cila me të vërtet kom qef. A për shebra, është të vërtet që kjo që djemë të din me njëherë? Ku mërë din me trejtën, qëfar ditë me ma në fund. Edhe një problem jetë, unë kom mendu që kom ftu me Ronitën, edhe besoj që kom ftu, njerës që i kam shumë tafërm, nuk është që kam qef me intervistu, se je me një farë kufizimin nuk dënë me ngucë, edhe me blerën kur, nuk e kom përjetu një intervist, që me e knosh, une atë egon, pa dhe më shpirtin. Egon gazetarit. Shumë e i bukur, i ka mjëllë flokt.
Mos na bëjnë meme TikTok garant. Ka lidhe, le të e O Blero, ma si jemi në mal, kështu e ka emisioni emrin, a ma shumë të pëlqen deti a mali? A mali. Për mi kalu pushimet? Pjesht ma shumë pëlqen, seriozisht. Deti, nashta dej para nja, mësime 10 vjetë, ma shumë deti, po tash, nashta dhe mosha për 10 vetën, më kom qep ma shumë qetësi. Edhe më pëlqen shumë mali ma shumë. Edhe e kom vrejt, seriozisht, që veç kur pisho vetën, për shembull, çdo vikend, që për muna me pas kohë të lirë, pak çdo orë të lira që i kom, pisho vetën, për shembull, po shkoj në bistrisë në katën time atje, dhe pisho vetën aty. Thjesht pinini qetësi. Edhe kështu që me të vërtet viteve të fundit më që ma shumë mali. Shumë se... Bistrica, ajri freskët. Po, edhe ku ka mundësi për shembull me shku qështu në të venet malore, shkaj me shumë qef. Po kështu që deti më duket ta shumë zet, shumë... Deti se të më jep mu pushim, o të më jep stres. Kështu që... Ama dikur t'jep ke? Dikur po. Tash, jo. Blero, qësht jetu e përjetu këtë kapitullin e ri me ardhjen e djallit në jetë? Është, për mu, është sigurisht, që është ashtë merë, është një bekim për i Zotit, për mu dhe për njëtën sigurisht, po, nashta tash, me ma shumë, si me thonë, provojt jetësore, jam të, si me thonë, të e shiju ma shumë, rritën e ti. Për shembull, para një 16 viteve tara, kur ka lind, jam konë ma shumë i stresum, ma shumë i ngarkum. Kisha pas qep me pas ma shumë kohë, kur kom tara vogël, po s'kom pas kohë. Tash, po kom pak gjejat pjesën, edhe është shumë interesant, është, se di, e papërshkueshme, prind e din vetë, ata. Po Tara, qysh po njihet që ta shubu edhe me një vëlla? Tara është super happy. Tara është shumë e lumtur, është e do njerëz dhe kanë shumë arrejnë edhe. Tara është... Edhe një ditë, kur erdha në shtëpi, veç i shtri, aty në dhomë fjetës dhe afër ti. Tara. Po edhe të menu në që është flajta dhe Tara, dytë ishin në shtrat. Dhe po që është shutar, babsaj të bo, tha veçëm të i morë erë. S'ka faj se era e bebave është era ma e mira në botë. Tara është shumë e lumtur. Edhe unë jam i lumtur për faktin që Tara është mirë, është e lumtur. Për mu, kjo është mas më nësi. Ma i relaksum. Absolutisht, tropse... Tash edhe Tara është, i ka 16 vetë edhe ajo dimi tash me i shiju edhe beben edhe normal është të rritën tash. Më nësi është, për mu, më nësi është lumëturia Tarës. Edhe që ajo është, si me thonë, pika ku... është një aparë. Edhe më ka thonë gjithë me du një vlog, kështu që... E ti e prej e shtyp me zërë, e ka shtyp këtë zërë dhe du një vlog, bo. Bravo. Që sa pytjen e kam që i kësha bon. Bëjnë lërës, si me konë një takto, për stani. Bëjnë, nuk ojë. A, si plazën për to. Jo marë për ty. A, për mu, okej. Nuk është që s'din shumë sanë ti. Po di unë e gjithë shka, për çka zijeni më shpesh, a e dijet. Kjo në fajtor gjithë. Po jo, le, o rob të ashtë republik, ti e ki shok publiku nuk e den. Për çka zijeni më shpesh? Me një të na? Po. Për çka përloheni? Nuk e di, seriozisht nuk është ndodhë shpesh. Ose qka është diçka që të nervozën? Jo, kë nervozon më njës, në pasqyre të këshur vetë, kë bënë nervoz. Dejt ha bukim, para se mangu në bukim, unë që të nervoz. Ka fillu dhe një të më mësu të tekat e mija. E blerë, nuk e di që, rob, seriozisht, a ka qatë forës me të qëtësu me fjallë, me të relaksu. Kina ngarkesa, kini ditë keqe, plus blerë kur është unë qysh edhe tha, shëndrot në bish, edhe ndoshta e ka kuptu ato dhe thotaj të qëtësoj në herë edhe kur aje nuk është mirë me njerëva dhe ti... Një seriozisht, rob, jem të menu, se nuk s'po du me lytë me thonë kështë happy. No, këm të menu për qa zime shpesh, nuk është që zime shpesh për nërsen edhe ndoshta kjo është sigurisht merit e njëtë se aje ka qëtësin, e ka kuptimin, e ka... Edhe e po më duket Elonita nuk është e jetën për media, e kam kuptu këta edhe... Nuk është absolutisht... Ajo kreshe vetën... Ta thot mi afton një më kunë që është media, s'kena nevoj më kunë dëtë. Ja, normal, ajo kreshe vetën për shamull aty në portara e sen, e ka kuptu që mundet me dalë ajerë, por nuk është aje cila... Nuk bënd diçka qëllim shumë hadje? Ja, no. Të bëj, e vrejt. Absolutisht, e ka botën e vetë, por nuk është që meret për pjesën e medeve.
Kush Mos ma kurse. Kush ka thonë i pari të dua për juve dyve? Blera. Shrujet. Po, unë. është gentleman. E vërtet. Seriozisht. Unë kom thonë. Kur u konë, shumë dëqysh të sene veç janë, veç vinë, dhe din që qaj është. Kër fut në Big Brother, a i një njofta mas? Jo, mas. Mas, okej. Shumë mas. Okej. Mas Big Brother. Do me thonë, Big Brother u konë dikush tjetër, nuk u konë Eronita që ti e ke përmenë Big Brother. Jo, unë s'kom përmenë kush në Big Brother. Konë Big Brother tjetër. Ja ke hujgjë. Jo, e ke përmenë dikon të E ka gatru me dikon tjetër. Okej, hajtë të spreshtina probleme blerë. Blero, kush është ma gjeloz? Vlamur. Për juve të me. A je për shembull ti tip gjeloz? Unë normal jam. Edhe Nita është, po me super mas. Kuptimin në nuk është i vrejnë. Kena, ati qysh, kena jetën qaq chill, atë në kuptimin që mirë kuptohemi, nuk ka kur të na përshamë pëse qysh tek se jo. Veç e dina qa bën, qa s'bën, në kuptimin edhe mas pari me ndojnë lidhje është respekti, nëmër një respekti. A ki idin, qka kish dosht Nita me ndryshu të blera? Aha. E di mësë të kalëzaj. Okej, e di. Edhe ajo e dojnë kërë të shumë emisionin. Po s'munet. Po ti nuk nga ke sjellë në emision, kështu që duhet për nga full edhe për to, se tha unë e përgjishna edhe për to. Normal. Qka kish dosht me ndru të ti? Unë jam burë në shpis. Qysh ta? Qka kish dosht me ndru të ti? Po, një detaj, një tipar që ajo gjithë thët, o bre Blero, mos se bo, se qëto ta kësha hek që të thë. Nashta me najt pak ma shumë shpe. Ma shumë shpe. Okej. Po në s'kam ko, po ne s'kam ko. Riku që munem, po jam me angazhime, që nashta qike. Të foli pak edhe për pjesën e muzikës, Blero. A kim plan me lansu në i kongë të ose në i bashkëpunim këtë firme në i artist? Sa martu e nëzurë kongën Eksi, para më ne. Kjo është kulmi skandalit të është kjo. Kjo ve skandali. Ajtë bre se këta artistat i qesin kështu kongët. Para me. Nuk e kanë dedikime krejt. Rap dosma, rap beba, rap Eksi. Nese, Blero i bon mirë që to loja, edhe Nita di që e kuptan edhe din që është thjesht. Kjo është showbiz, normale. Muzika o muzikë, që kur vjen një ide, një tekst, ta shë nëzdu me ndalu vetëm për pozitin ku jam në jetën, sepse dalohet personale me atë profesionale. Po. Që se kom problem. O ma ka se kështë ka se me bo. Ti e bo më fanë e rap. Musafirin tonë. Ju s'pe nga s'mu i Blero. Jo, ma jo. Në me robin e kam... O, jo, që a ju s'pe nga s'mu në... Blero, të kur s'kishe shku kur në mision, bre? Ose nëse zdo me përmen me amen, a ka dikun që nuk ishe shku? Po, edhe se shku kur, edhe s'ka me shku kur. Ha? Kështë të në gjuna, po është pa lidhje me përmen amnin. Po jem ka thirë miliona herë, këmë thonë, më shumë tërë, se vish nuk vi. Jo, për ekna, me shumë respekt për krejt. Kjo e thot vetë, kjo e thot qëtash? Ja, se s'ka kuptet. Televizionin, s'ka kuptet, seriosisht. Televizionin. Televizionin? Aha. Ja, do këtë zia... Okej, on YouTube? Do këtë është në televizion, po. E qka ftën a i ma shumë? Këngtar? Qysh do këtë më po? Qatë mundet. Qatë mundet ftën? O njo me një kravo që i delgu. Mirë është. Okej. Në Kosovë. Qëre për këto s'po të nuk përgjigj. Jo në Kosovë show, jo në Kosovë show. Jo, unë s'peti heq veç... Jo, shpetimin e di. Po, unë ty folë në Kosovë, jem turnu, më spret mu ashtu, jo të shpetimi. Se shpetimi nuk ma në kravat, të ajnë me kravat që ajo që po do mi kërësit. Jo, so është mirë e shtuja. Ani qërë qëto s'po dënë me thonë, që të mja bo një pytje tjetër. Me cilin artist ose artiste nuk shë bashkëpunu kur? Në kur s'tom jo, nuk i djetë. Veç pak, a i ke Sadria, tash kjo pyetja tjetër, nuk kam në e farë. Si dije tjetër, se vjen e projekt, me vërtet që interesant. A e pëndu për në i bashkëpunim, bre? Për një me? Që ke bo? Ka mundësi. Po, kjo është normale, rëbë.
Po dhe po. Po mërej, jo në pëndim ku, po... Jo pendim, po dikuj që ke dhonë kredit, ja ke dhonë një shtys në media, në promovim, Edhe veç nuk ta ka ditë. edhe në fund e ke po që s'ja pas ka vlerë. Ashtu e shumica. Me shumë respekt, ashtu e shumica. S'ka lidi, se cilë e ka për veti. Po ndërkohë që ta bona pyqen ty më kujtu labi. Labi jonë, që e themin e. Labinot gashi. Okej. Nuk kalon kënd pa ndimu, pa e qunë qilla dhe në fund. Buk për mës, pejt parit deri të, jo të i fundit, minus 10 nështë. Po s'duhet për ropë, në menaj, s'duhet njëri, kur bënd t'i qka, sigurisht e më për interes të projektit, po si do që tjetë, nëse ke menu që po bën mirë, po jo për mirë. Bëne për Zotin. Jo për Zotin, se emisioni vazhdon, emisioni vazhdon, ka nevoj njeri me të pas edhe në intervjist edhe me fol, po jënë disa persona cilve ti nuk munësh, po menaj kushtimisht nuk munësh mi ju thonë jo, për shka kalumës. Sigurisht. Se që ta ka zgjatë dorën ku se ka njofë kërkush. Tash, pa lidhe me përmen, mirë bë kemi kolegë është të pejt parve në këtë farë showbizi, edhe e di që plot e kanë bon si pa drejt. Ndaj labit ta? Po labit, ty, plot qireve. Po ti ti kalon në sportivitet, ti se ki problem. Se cili ka për vetive, fundi fundit. Ti këtë jetë mbrome, tash e hen që sonte mund me ndodhë, ti hen një postim, ta mëngjes e shlyjnë tani. Këtë punën e postimeve, Robe. Zët, ama shpejt pimarim. E, ka për qartë. Vishë le 5 minuta, se këtë blera din... E ti që të sha? Normal që blera din që din ka rejmi, rap, bin, në për portale dhe kjo shlyjnë tani. A është ashtu? Ka ndodhë, është të vërtet. Ama nuk ndodhë mo. Një shokë jemi, Artoni e din një shokë jemi, theke, ta marrë që telefon dhe në te vazhdo më apete sa dush. Po, bre, qaja, dhe do më honë kur... E di që nëse ta len telefonin, kjo me vëstu diçka. A dhe që ishë në farë që dhe për të bëndë prej. Se shobe dëshysh, kur du me thonë që ka dhe thomë edhe. Po se ki personalit. Absolutisht personalit, jo. Po jo, dhe... Ja bërë menim për diçka. Ata përmen me amën dhe jamë, po ti mos e merë përsa. Po jo, kur për dikon në i sanë kështu, jo direkt, vishë këptemin anën profesional. Jo ofendim, vish anën profesional, jo. Ja mendimin tam. Nuk njësh blerë si tip që ofendon. Absolut. Se kom natyrë. No. Po bësoj, ata që jo ofër. Blero të e di që je që më tiko në këtë farë sporti. Qartë që kjo... Më tiko në këtë farë sporti, që që të e po muzikën në ditët e sotme? Edhe artistat, edhe ajon të bo muzikë të mira, ajon të nasil këngë të mira jo. Thash, se cili artist ka qef me sil këngë të mira dhe me ecë, e shumë normale. Në për shijen temë, se muzika është shije. Fundi fundit, nëse foli për anën profesionale, më ndaj qa me ndojnë për muzikën, foli vetë në anë për anës profesionale edhe për provojës. Jo veç të na, po ka ndryshu për shumë muzika viteve të fundit në përket botën. Për shijen të amë, muzika, për momentin, nëse viteve të fundit, 5-6 viteve të fundit, për shijen të amë nuk është që problem për shtypje shumë. Nuk ka sene të cilat me të vërtet kanë shpirt brenda saj, se muzika fundit është shpirt. Apo ndikon edhe AI, bre, ka pak? Qërëbe, AI është shumë mirë që ka ardhra, pëse AI është saj të shmekon kreativ. Ata që muzikanta e përdorin për mirë dhe është shumë i mirë. Po ata që s'qenë edhe përdorin, që të është tani skandali, që të është ajo pjesa që është shumë e keqe. Ata që ka e mundësia, se cilit, shumë mirë që ka e mundësia, po ata e kesh përdorin sepse s'dinë ma shumë. Se që jenë profesionista, ndoshta ose tishtë se kanë. Ata që jenë muzik, moti, edhe dini përdor, është te për mirë, sepse ati që është t'jap ma shumë, se me thonë, një qëtyti t'a jap një ide për shumë, ta ti e zhvillon vetë, shumë normale. Me ka një kish shku një bashkëpunim blerës, që të mërmendja? Me Rihanën. Me Rihanën. Se nuk thak një Jay-Z, në? Kur heq. Gjithë Rihana. Blerës me ka një kish shku një bashkëpunim, që tasha? Së di. Kush po menon ti? Kejtë në marku. S'ka dërtë, mëre. Me Dhuratën? Me dhurata dorën. Dhurata është... Dhuratën, Nura i Strefin, kishku. Okej, që pas në menu. Po, interesant. E ja qëllova?
Po mërej, se pas të menu. Jo, qëre mu vjen për diçka keq, se për shambull që tash, për muzikën që jënë të e bo, na i dëgjojmë që ato kongë, i mësojmë edhe mas në i harrojmë. Për shambull, kongë që i ka bo Blerë, para... O kanë metë, 15 vjetë, ato mesën, edhe krejti kena të qështë men, i dim, halo... E mërë Blerë, e më rritë me muzikë tonë. Kështë eci, unë e Unë jam rritë, është sen shumë, si me thonë e vlerësoj shumë, kur e një këto fjallë, për njerës dhe është me të vërtet knasi. Njerës të cilën janë profesion muzikës, cilët kanë fatë me pas karierë gjatë, më e është seni ma i mirë që më të mini një këngëtarë, kur të dikush e më rritë muzikën tonë. Qysh ke arriti me mojtë ka gjatë? Se ti, bre? Me thonë, kështu me qenë në top, të në këto vite. Nuk e di, unë menoj, më ashtë e du muzikën shumë, edhe të mos i japë zërë gjësësysh me dhezë, nëse s'ko sens. Ndashtë ta viteve të funit që kjo gjësësysh me dhezë, për japin zërë, po bojnë, sa qa me thonë, po bojnë. Kejtë dojnë e po mirë normal, po s'përdojnë e po për dikon. E nashtë që të japë zërë me dhezë gjësësysh, që kjo është të e shamë, të e dëmtu tregon, të e dëmtu për shamull vetë muzikën. Se të gjithësysh me kapë diçka që mund jetë dikuj në kryje, tani nashta dheze, nashta... Muzika, për mendimin tam është këtë ndryshë. Muzika është shpirë, është marat, muzika është moment. Nuk shkon, hajde shtash të bëjnë një sanë, nuk shkon. Muzika vjen vetë. Edhe e ka taktin e vetë. Në dhënë, të të në arë takti muzikës, jo ti min mjekë. Momenti duhen. Muzika si hija. Në më dhënë, nëse e njeka jo ikë, nëse aja për cilë. Kuptim, pa ndje, vjen moment ku e ndjen edhe fillon me kriju. Që kjo është muzika. Ki për shamull kongë që i kumë bo brana i kumë kriju për 10 minuta. Ki kongë që kumë bo s'po di nashta gjys vjeti. Që më ka ardhe që e pretë qa. Se do, është tjeshtë kështu funksionojnë të mënej ata që kryojnë. A i ki për shambull kongë të tua dedikime, a i bën veç kështu tekstet që shtoj, se shumica që më ka ra me full, që shtu me artista, a thoi nave që i bojna tekstet, jo, si këna dedikim, po veç që i shkrujmë. Pëse s'pi bojona? Se na përshtohtë, që është pëse s'pi bojna një me. Jo, muzika o dedikim. Muzika është tjeshtë tekstualisht, sigurisht që kur dhe që ka shkruje, ka një story, ose një imaginat, ose t'i kanë që thjesht ja dedikon. Muzika është e tillë, tekstet e në tilla. E pse burimi që janë zinë jetën 100 vjetë se ke qitë kur një kongë, më falë vëllohë, se di shka. Më falë që ta kom shkurtu jetën. Okej, nejtë. Vjen ashtë adha, ja. Vjen. Po, kush do që të ndryshe, për shamu sot e dikem, muzika e dikem. Diko do me thonë inspirohu është për me buqat. Absolutisht, më nuk ka sens ndryshe. Është nuk ka logjik ndryshe. Ja, absolut, para pejdarë dhe nuk mund është me e qati tekstin. Edhe ideja është që nëse nuk e këshu vetë tekstin. Po thëmë si këshill për atë nështë matrit, se ata që jenë profesionista e dim, nëse vetë se këshu tekstin, ti duhesh me domosdo, kur të fillon me ingjizu vokalin, me hinto. Ti është mi përjetu sak që e jetu e kënu. Mi përjetu për qatë moment. Nëse do me nëzirë diçka të mirë. Na ka ra edhe bashkë me pa këngëtare të rej, artiste të rej, ja ka dhonë Blerë ose ata djenë cilët kanë punu për ta, që jetë atë shkjon teksti kongës veç Ulka që ne ka shiku, edhe ka hinë në studio aty, sigur na që lezojmë shtu story lajme, toko hish kërgja, emocionit zero. Cilët aktori teksti. Blerë, aja ke dedikuna i kongë Eronitës? Nuk ka ardhë momente ende dhe nuk është qështi që më të ndonë tarmën, absolutisht që po. Po deri tash, Alon kërkon një kongë që është tamam për ta. Në herët është, Ko. Po mënej, absolutisht mundet me ndodhë. Absolutisht, po halo që me thonë, po nuk o bejtë kongët e mija, ato, që me thonë edhe të fundit që kom qitë, pavarësisht që ka shu dikush tjetër tekstet, unë i kom kënu edhe, së më thonë që ata kam pas dedikimin ku e di unë i kom kënu. Po. Dhe me kuptan, tash nuk ka qërte që nuk kom shu. Kove të fundit vesh një kome kom shkru. X.
Jo, bre, jo. Robe. Gjë të ka teka e penguci, bre, se më pëlqen konga, mu më pëlqen ritmi. Ja, është Absolut, po. Atë kohë këna po me Nërtilin bashkë. Po. Nërtili është jashtëzakonshëm. Edhe e kom shkruar një këngë me një tekst pak ma deep, që më ka arë që ashtu, këtë tekst e më të shkru për shkakun që një 6 muaj. Atë po thjesht vjen kanë herë. Po lately nuk e kom shkruar në tekstet e kanë shkruar tjerë. Okej. Kështu që nuk është në fare, si me thonë, është s'është dedikim. Ata e din që kanë shkruar. S'po dua s'më nëzirët, po është e vërteta. A do një propozim për dalukin e vogël kur rritet princi? Hajde. Në British School me shu, institucioni... British School, Po, edukativ arsimor, që ju ofron këtë nxënësve. Eva është aty e din, e kam shiken. Për ndryshe mos me qenë the best, më i mirë, s'kish me qenë aty, shkollim bashkohor, këtë nivellet, prej parashkollor, deri... British School. Po, në British School, deri sa të kryet... Ku është me lokacion, hajda vaj? Qështu një 50 metra. Në Fushë Kosovë, a? Po. Okej. E rrok me Prishtinë. Mirë, po, është edhe drejtimi për programim, kur të rritet, e qenë programim, bëhet haker. Po spozoj që nëse qoj arrejnë aty, atër ata paguin vetë, s'ka në paguin. Hish, absolut. Okej, Vesh, pa problem. a je ti që shuash më në gjes. Veç unë shkollë. Allah, zisa me tonë. Allah, ti jo. Falënderit shumë. Falënderit. E përshëndesim edhe Nitën shumë, edhe pse shumë pata dëshirë me qenë me ne, po ka qenë një keq kuptim. Hajde, pe thëmë, se s'ka qenë keq kuptimisht, po. Robert, s'ma ketë për men, Robert. Lene tash, një të këna me thirë vetë na pa Jo, blerë. kina folë, hallo. Mos më bë nervoz. Mos më bë nervoz, bler. Po kërë. Blero, Ndjesh shumë. a kemi edhe pak ku me blerën a ju? Po, mërë, Se do unë e pyetja kreva, kështu. po ti bëni ato tua. Kë ka përgu diçka. Okej, po kena edhe pak ku, se Rob... Do shta me ngu, do shta me ngu se penali Blero, vetë. ti këtha që kam edhe dosma, ke shku. Qysh kanë qenë këtë sezon dosmat? Shumë mirë. E në disa dasma që më shku, që janë ma speciale, kuptimin. Surpriz. Befasia. Shumë nice është. Është dasma është ma ndryshë se mbromjet. Koncertet, se me thonë ato najat. është shumë ndryshë, shumë, si me thonë, ma personale. është interesant shumë se është knajtësi për kur ka gëzim familjarë dhe je aty pjesë asaj është shumë... Do me thonë ti ke shku kështu veç surpriz, a me ndona herë me shku edhe me më konë kështu prej fillimit këngëtar në dosëm? Muna me shku në fillim, tani këna ndikush deri, më bavo ndikur. A kështu ti me nuk më konë këngëtari kryesor ju, a? Ajo është bashkë me pjesës popullore, si me tonë. Po nuk të rejmëre këtë ty 4 orë aty ku me... O, sa... Okej, që mire ka jeta. Kur të martohet jeta, kena me aqu blerën. O, jes, okej, pa tjetër. A ki ofera, vish kështu, kur ndodhë? Nuk e kom një me unë heq kërkas në horizont martesën. Qa mërë se pas kësë ka pas? Si djetë jetës. Ndodhin tonë. Si djetë jetës? Si djetë. Blero, kanë brek sheftu që të publikisht një artist për me bu një bashkëpunim, ose një artiste? Më thash Rihanën dhe? Po jo Rihanën vendin tonë, po flasim për artistat që i kemi... Kejt janë të mirë, seriozisht. Ata që janë, si me thonë, kanë punu shumë, kejt janë të mirë. Dhe se s'janë krejt Po kemi mirë. shumë dëshirë me të pa me një bashkëpunim. A? Po kemi shumë dëshirë me të pa me një bashkëpunim. Kështu, një bashkëpunim që se pratë kërkosh, si të bashkëpunimet këtyre herë që i ka bu. Old school bashkë. Kejt janë të mirë, seriozisht. Nashta për hirë të vërtetë që ka qenë edhe është një super artist, edhe kam shumë respekt, edhe kam mik Moti, Ylli është jashtëzakonshëm. Me Yllin kish dalë diçka nëse interesant shumë. Sepse jemi 2 bota që vuajmë në kongë. Edhe punëtor, edhe djalosh, edhe profesor. Absolutisht Ylli është jashtëzakonshëm. Krejt janë të mirë, seriozisht. Mos e vishë ta dikon me patjetër, se krejt janë të mirë. Se kom ato për me bo kur të një lajka në sen, po ata që punojnë e meritojnë. E presim me pa durim që atë bashkëpunimin tonë edhe të Yllit, veç jo me bo shumë të dhem, shumë Në zhagit. Me kojt kur të një në kongë. Ndodha, as ndodhë, nuk i dijet vetëm që masë veç më tha me thonë dikon se po edhe sigurisht që e vlerësoj shumë. Në fotot në metit qëto, me blerën. Unë minova që për nguzë, di shka ma shumë. Valoj, blerë shumë, ti e nguce shumë.
Jo, Që së mle mua pësir as me ngucë, që po vjen keqë dhe unë me ngucë blerë. Nguci këty, tha, a ki njët mu martu? A ne, jo, këve që Njëse, pytja, ke muhabeti diçka për dasën e kënu. ndasëm. Apo jo. Më në vetë atë tash, mos e ka tash se të qyrëm agendën. Ajo mi lirë. Po. Blerë, shumë faleminderit që ke sot pjesë e emisionit Malandet. Eronitë nuk na ke pru, na këna me thirë vetë, edhe këna me bu intervistën vetë me të. Po mëre, po problem, nëse, po okej. Edhe duesht, Blero ka më na pru, Eronitë. Nështë të blerë. Jo, ajo, nëse bëhet ajo vjen vetë, nëse... Po do thonë që ju vlerësoj shumë, Robi Edin, edhe nuk o që kam qenë emision të verës këtë vit, Robi edhe din arsyem se, po jam marrë me shumë... Shumë falenderit. Me shumë knatësi. Blero, falenderit shumë për qafime, shihemi herave tjera. Knatësia ime. Edhe po shpresojme që to që i përmendëm bashkëpunime, koncertet, gjitha këto. Kismet. Ti dëshoj më të mira. Faleminderit shumë. Faleminderit. Okej, po vazhdojmë tuqe, falenderojmë Blerën që ishte me ne, në ndërkohë këthemi pas pak me